E keni parasysh kur jeni vetëm në shtëpi, jeni për kokrën e qefit dhe pa pritur me cepin e syrit jeni duke parë një hije që kaloi te korridori. Pastaj i gjithë vibe i prishet komplet dhe ti je gjatë gjithë kohës duke parë vërdall. Po sot kemi për të parë disa fantazma që janë kapur në video. Disa prej jush do thonë janë reale, disa prej jush do thonë janë falso, por e vërteta nuk dihet asnjëherë. Kjo video është uploaduar nga fakte interesante, video të frikshme të vështira për të parë deri në fund. Kështu që nëse je i guximshëm shikoje videon deri në fund. Shumica e njerëzve mendojnë që fantazmat dhe shpirtrat ekzistojnë vetëm në filma të frikshme. Me qëra fjala para se të filloj video janë vetëm duke rekorduar videon, kështu që frika rritet. Video do të shohim disa raste kur njerëzit kapën disa gjëra paranormale dhe të çuditshme në kamera. Nga një grua që besohet të jetë e pushtuar tek një pronar shtëpie që duket të ketë filmuar një fantazmë. Wow. Përpara se të fillojmë me këtë video, bëjni subscribe këtij kanali. Mos harroni të bëni subscribe për më shumë video, like edhe komentoni se çfarë doni të shikoni tjetër. Fantazma. Kjo video vjen nga një përdorues i Reddit i quajtur Juan Dante. Shtëpisë së Dante ndodheshin kamera të shumta të ndjeshme ndaj lëvizjeve, të cilat mund të filmojnë edhe gjatë natës. Ai kishte vendosur ato sepse kishte humbur macen e tij, por në vend që të kapte mikun e tij me gozov, një nga kamerat kapi diçka vërtet të tmerrshme. Siç mund ta shihni, një figurë fantazme e bardhë shihet duke hyrë nga e djathta e kamerës. Duket eksaktësisht si një njeri. Ja koka, trupi, byça. Ja, ndoshta ky është Dante? Nuk e di nëse mund të jetë ai. Kjo është makina Dante pas ka golf. Dhe nëse shikoni me kujdes, mund të vini re se figura është e dukshme. Nuk ka një shpjegim përfundimtar se çfarë është figura që shfaqet në këtë video, por nga ajo çfarë mund të shihet, mund të themi se është një ndër përfaqësimet më të denja të një fantazme. Ore, po ecën fix si njeri. Nëse gjithsesi shikoni si ecën fix. Ja dhe dora, por do ta lë këtu në video. Qofse shikoni duket dora ati. Dora, trupi, kokë. Ore, imagjinoni ky të jetë një rast i një universi paralel dhe kjo është provë që universit paralele ekzistojnë. Fantazma e TikTokut. Futu live se është fantazma TikTokut live. Gjuni gifta. TikTok është një aplikacion mjaft i famshëm. Shumica e tij përbëhet nga njerëz që kërcejnë. Zakonshme në TikTok shihet diçka e frikshme në sfond. Kjo ngarkua nga një përdoruese nga Barbados e quajtur Naomi. Vajza po kërcente sikur të ishte vetëm ajo dhe personi. No. Gjithmonë duhet të jenë videot që kanë kualitet shumë të dobët, që kanë fantazma mbrapa tyre. Nuk dua ta shikoj më këtë video që filmonte. Por oh my god, nuk dua. Ndodhej edhe diçka tjetër që e shikonte mbi supe në korridorin e errët pas saj. Duket se ishte dikush me flokë të gjatë të errët. Figura me fytyrë të zbet mund të shihet pas saj për disa sekonda, por më pas ajo zhduket. Duke parë se personi që filmonte nuk duket ta ketë vënë re, mund të themi se kjo mund të jetë një dukuri paranormale. Doa se kjo fantazma TikToku do ishte diçka e lehtë, një hije që kalonte si video e parë, por kjo e pat fytyrën çfarë fytyre kishte. Në vend që të kapte një hajdut, ajo kapi shërbyesen e saj duke bërë diçka të çuditshme. Pamjet janë realizuar në apartamentin e Neural Baker dhe ajo tmerrua kur pa shërbyesen e saj duke vepruar në mënyrë të çuditshme. Shërbëtorja e saj ishte me një fustan të bardhë rrënqethës dhe po ecte si një zombi. Siç mund ta shihni, ajo është përkulur përpara me duart pas shpine. Në një moment ajo shikon në kamera dhe tregon djathtas. Dikush online spekuloi se ndoshta ajo po tregonte drejt asaj që e kishte pushtuar. Pronarja e apartamentit tha se ishte me fat që nëna dhe fëmijët e saj nuk ishin në shtëpi. Nuk dihet nëse shërbëtorja e dinte se kamera ishte aty. Mase është pak e çmendur. Ndoshta aty. Fantazma e autostradës. Nuk e di pse imagjinoj një fantazm që është duke bërë autostop dhe është gjatë gjithë kohës. Jam për këtu, ju lutem më çoni edhe 10 kilometra më shumë, ju lutem. Krati ndodhet Juli te aventurat e Julit. Dhe videoja është marrë nga kamera e një makine. Rruga e errët pa ndriçim është në mes të askundit. Kjo është arsyeja pse është kaq rrënqethëse që një grua e veshur me të bardha po ecën e vetme. Ta ketë sajuar videon me një mik të tyre, por kur marrim në konsiderat se kush e publikoi videon, kjo teori i skenimit ndërkohë video e publikuar nga vetë fantazma vjen nga një kanal në YouTube me emrin Old Guy Garage. Ky është një kanal në YouTube që flet ekskluzivisht për makinën Lamborghini të këtij personi. Ai nuk ka
Shiboti ka ble Lamborghini dhe vete eksploron ato rrugët e fshatit andej. Për çfarë rrugë ishte? Cure vetme në mes të askundit. Duket sikur kjo grua nuk ka veshur veshje moderne. Ndoshta ajo është një nga fantazmat klasike të stilit viktorian që shohim në filma. Për t'i bërë gjërat dhe më të frikshme, të nesërmen, Old Guy Garage shkoi në Google Maps për të zbuluar se ku ndodhej saktësisht kjo rrugë. Duke përdorur Google Maps, ai kishte kaluar pranë një varreze 200 vjeçare. Pra ndoshta ky është një shpirt nga ajo varrezë. Para se të vazhdojmë me të mbyllim këtë si video duke e parë, dua t'ju tregoj një video paranormale që ka ndodhur këtu në Shqipëri, te një nga vendet më të vizituara, Kalaja e Rozafës. A pre-medieval castle. I guess if none of you have ever watched the Overnight channel or any of our ghost hunting videos, a little breakdown. I have the Panasonic DR60 in here, which is a 20. Pra këtu ata po tregojnë aparatet e tyre që zhurmojnë fantazmat. Janë aparate specifike që mund të kapin tinguj, zhurma dhe sounde që nuk I dëgjojmë dot ne si njerëz. Hey, well, hello, my name is Jerry. It is my first time here in Albania and I'm very, very happy to be here, especially here at this castle. It is my first time at a castle and I came here. Tani janë duke komunikuar me një shpirt, ky është shpirti çfarë bën. Shko ku po futen në plak. Elizabeth. I think. Jo. Fantazma është duke të thënë, hajde këtu, jam këtu, më ndiq dhe rruga ku po të çon është poshtë në një tunel poshtë dhe ti vete Haystack level stuff right now. Yeah. I'm gonna set up one thing that has not gone off in like forever. Mortary. Mortary. Mortary? You know what even mortary is? Mord. Denise. Denise. A gjoni atë? Yeah. What does that sound? Nëse do në të shkoni vetëm gjithë videon, do t'jetë linku në description. Por në fillim le të marrojmë këtë si video. Kalojmë tek faktet interesante dhe ta mbarojmë si video. Por ish keni frikë, bëni trima. Shtëpia fantazma. Është shumë e lehtë për njerëzit që të hedhin poshtë videot e fantazmave të kapura nga kamerat e vëzhgimit. Ata shpesh thonë se është thjesht një hije ose ndoshta video e modifikuar, por është pak më e vështirë kur e njëjta fantazmë kapet në 3 kamera sigurie. Ky është rasti Ash kok kjo këtu? Ua, më bë mishi kokra. me një përdorues të Reddit që postoi këtë video në internet. Ai tha se kishte parë shumë Hia, a patjen? fantazma të kapura nga kamerat e vëzhgimit në banesën e tij. Kjo hije e çuditshme hyn në kuzhinë dhe më pas shkon në dhomën e ndenjes dhe gjithashtu në një dhomë tjetër. Të gjitha dritaret dhe grilat e tij ishin të mbyllura, që do të thotë se kjo nuk është thjesht dritë apo diçka që fluturoi brenda. Ai gjithashtu përmendi në postimin e tij se ndonjëherë në banesën e tij ndjen pika të ftohta në mënyrë të rastësishme dhe kur del nga shtëpia e tij, ndonjëherë kamerat e tij të sigurisë keq funksionojnë. Thonë që qofse kamera prishet dhe nuk I dallon mirë në pamje sepse e njëjta gjë ka ndodhur tek video që bëra unë, video që unë bëra kur testoja Bloody Maryn. Nëse nuk e keni parë si video e keni këtu, po vërtet ishte diçka shumë e frikshme. Nëse kjo figurë e errët nuk është një fantazmë, atëherë çfarë mund të jetë tjetër? Disa komentuan në video duke thënë se fantazma duket e parrezikshme, por kush do donte të jetonte në një shtëpi ku fantazmat qarkullojnë sipas dëshirës? Vetëm qofse do ishte 150.000 lek. Ora e pushtuar. Kjo pamje e frikshme është marrë nga një infermiere në një spital NHS në Mbretërinë e Bashkuar. Kjo infermiere ishte duke punuar në turnin e natës, kur një nga pacientët ndroi jetë në orën 3:11 të mëngjesit, 45 minuta më vonë. Portierët mbërritën për të transportuar Portierët? Atëherë infermierja shkoi të regjistronte vdekjen në kompjuterin e tyre. Natyrisht, për ta bërë këtë, ata duhet të dinin orën. Kështu që ata shkuan në drejtim të saj. Por atëherë, ata panë se ora e tyre analoge po lëvizte çuditshëm. Kjo ndodhi saktësisht një orë pasi pacienti vdiq. Wow. Pothuajse sikur shpirti I tij mund të kontrollonte orën analoge. Mënyra e vetme për ta lëvizur këtë orë është përdorimi I mekanizmit në anën e pasme. Personi që e filmoi këtë tha se normalisht ata janë skeptik dhe nuk besojnë në fantazma, por kjo është thjesht e pashpjegueshme. Shprish bateria e orës. Kaq ishte edhe kjo video. Mund të them se video e dytë ishte ajo e cila që më friksoi më shumë nga të gjitha.
fytyra saj, flokët dhe video kualiteti i gjithë gjës ishte shumë i frikshëm. Faleminderit që e patë këtë video, mos harroni të bëni like, subscribe, comment edhe shihemi në videon tjetër. Kujdes nga fantasma.